Ne e shohim tashmë të gjithë se kjo përveç çështje penale, korrupsioni e tjera, kjo është një çështje politike, sepse ka kolapsuar menaxhimi i mbetjeve, strategjia për menaxhimin e mbetjeve që është vendosur nga qeveria, që t'i ndajmë të gjëra, se mund ta bësh një punë edhe të fitoj dikush para duke e bërë këtë punën, po këtu ndërkohë nuk është bërë puna. Strategjia e menaxhimit me djegje të plerave, që u kundërshtua shumë nga ambientalistët që këmbgulën gjithmonë që duhet jetë riciklimi përpara, por nëse u vendos kjo, tani as kjo nuk është bërë. Është e qartë për gjithë që strategjia e menaxhimit mbetjeve ka dështuar dhe ka ngecur. Në këto momente që ne po flasim në këtë bisedë e tonë, kryeministri Rama sapo ka thënë që duhet pezulluar me urgjencë Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, AKU-ja, sepse po bën më shumë dëm se sa mirë dhe duhet bërë një menaxhim. Nuk e di a e bën këtë për të ngritur një histori tjetër ndërkohë që digjet Elbasani, po ne po na kolapsojnë gjërat përpara syve, tash na kolapsoi dhe kontrolli i ushqimit e pranuar nga kryeministri, ndërkohë na ka kolapsuar menaxhimi i mbetjeve, nuk di çfarë tjetër mbetet. Shoni, ne kemi pas 12 vjet qeverisjesh kemi dështimin në strategjinë e menaxhimit mbetjeve nga qeveria, apo është dështim total. Pra, ajo strategjia e menaxhimit mbetjeve që nisi nga një emergjencë mjedisorë e shpallur në Elbasan, për ironi të fat në sot në Crik, shumë afër Elbasanit, dhe sot është kadandisur në djegje të lantfilleve, për të helmuar të gjithë qytetarët kudo që janë, vazhdon sot me korrigjimin e një politike tjetër të dështuar për mbetjeve, që është politika ndaj bujqësisë. E cila që nga 2017, kur Partia Socialiste e mori menaxhimin vet të bujqësisë në vend, ka shënuar vetëm ulje të prodhimit bujqësor, ka shënuar vetëm ulje të eksporteve, rritje të importeve, shkatrim të biznesit të bujqësor dhe bretoral dhe në vend. Pra, nëpërmjet Ballkanit hapur, nëpërmjet politikave denigruese të bujqëve dhe brejtorëve shqiptar, ne kemi zonë një dështim absolut të padiskutueshëm të bujqësisë shqiptare. Dhe për të dështim absolut, Edi Rama do t'ja vërë fajin AKU-s, jo sepse mendon se AKU-ja është përgjegjë, por sepse është duke bërë një reformë e cila e shkatron çdo inspektoriat kontrolli në Shqipëri. Shkatron AKU-n, shkatron inspektoratin e ndërtimit, inspektoratin e punës, të gjitha çdo inspektorat që ekziston në Shqipëri, në kundërshtim me direktivat e Bashkimit Evropian. Dhe kjo reformë e inspektoratëve e propozuar nga disa aspirantë për të bërë ndërtues kullash, që në vendet ku sot ekzistojnë ndërtesa inspektoratësh duan të ndërtojnë kulla dhe të marrin kontroll gjithçka që ka të bëjë me kontrollin shtetëror mbi biznesin sot. Kjo justifikohet nga Rama me një dështim në bujqësi. Pse si mund dështohet në bujqësi? Si mund të justifikohet dështimi në bujqësi me AKU-n, për shembull? Sepse nëse qeveria shqiptare do të merrte fondet e IPART-it, IPART 2-shit, tashmë IPART 3-shit, sepse do hynë në IPART 3 këtë radhë, dhe do të investoheshin këto fonde ashtu siç duhet investoheshin, jo ashtu siç investoi qeveria në IPART 1 dhe pjesërisht në IPART 2, kur Olafi ndrori dhe i bllokoi fondet. Atëherë ne do të kemi sot produkte bujqësore shumë më cilësore dhe shumë më konkurruese, sepse qëllimi i IPART-it është investimi në vendet që janë para antarësinë në Bashkimin Evropian në bujqësi, në fshatra, pra. Kjo është thelbi i IPART-it, pra. Dhe nëse nuk investohet, por fondet shpërndahen nëpër parti, nëpër patronazhistët e Partisë Socialiste, sigurisht që bujqësia do shtoj. Sigurisht që bretoria do shtoj. Dhe pasi shpërndahen fondet në bazë partishmërie, pasi nuk subvencionon qeveria as çmimin e naftës, pasi nuk u dëgjon asnjë kërkesë të bujqëve dhe brejtorëve shqiptar,
i fund të një marrëveshje të bakarit hapur, kur mallrat e Maqedonisë dhe Serbisë të hynë pasi taks dhe pasi vonesë në Logan në Shqipëri, atëherë ne kemi të bëjmë me një masë për shkatrimin e bujqësisë dhe brezërisë shqiptare, të cilën qeveria shqiptare ka bërë me koshiencë të plotë. Dalësh pas 12 vjetësh, pasi ka bërë me koshiencë të plotë shkatrimin e bujqësisë dhe brezërisë shqiptare. Të bësh takim me bujqët dhe me mbretërët, dhe të akuzosh ako unë si shkaktare të kësaj krize, kjo është vetëm mashtrim, jo vetëm mashtrim, po është dhe justifikim i një krimi që po bëhet me inspektorat e kontrollit në Shqipëri. Dhe nëse do të besoj elektoralisht kryeministri, do ishte një gabim shumë i rëndë nga dita palët. Nga bujqit, nga grupet e interesit, por edhe nga opozita. Pra nuk duhet lejuar absolutisht kryeministri sot të përdorë ako unë si pretekst të shkatrimit të bujqësisë dhe brezërisë, sepse është faktori kryesor i shkatrimit të bujqësisë dhe brezërisë. Është faktori kryesor që bujqësia sot nuk zë më 23% të prodhimit